shkollë. Sipas informacioneve, ngjarja dhe nga ky konflikt janë përleshur disa nxënës të kësaj shkolle ku konflikti ka filluar fizikisht një konflikt banal sipas informacioneve, ka filluar duke përleshur fizikisht dhe pas janë detyruar të janë përdorur dhe armë e ftohtë tip thik nga një nxënës i klasës së 9, ku ka mbetur i plagosur një person nga ky sherr. E qartë. Ndër të tjera, do doja të dija pak nëse ke arritur të komunikosh ndoshta me të tjerë nxënës, duke qenë se je tashmë pranë shkollës ku ka ndodhur edhe ngjarja Albana, për të kuptuar më shumë në lidhje me nisjen e konfliktit të këtyre nxënësve, dhe a ka patur roje shkolla në momentin kur ka ndodhur ngjarja që mund të kenë ndërhyrë më pas në neutralizimin, ose nëse mund të ishte parandaluar apo jo si gjë? Në fakt shkolla ka roje për shkak të hapësirës së madhe së oborrit pikërisht në këtë shkollë. Sherri ka ndodhur pikërisht tek porta hyrëse e kësaj shkolle, ndërkohë që roja ka qenë në oborrin e madh të shkollës. Menjëherë është ndërhyrë dhe ndihma e rojës për të parandaluar dhe për të mos lejuar të agravojë sherrin ndodhur mes këtyre personave, ndërkohë është emëruar dhe policia e Durrësit për të mbërritur menjëherë në vendngjarje në momentin që ka nisur sherri, duke mos lejuar të agravojë situata e këtij sherri, pra për pasur të tjerë të lënduar nga ky sherr masiv i ndodhur mes disa nxënësve të pranë shkollës në Shënavlash. Albana, unë lexova pak minuta më herët, kolegu Elker Bushkolaj na ka sqaruar në lidhje me informacionin e shpërndar nga policia tashmë, ku nuk ka në asnjë moment të përmendur faktin që ka patur përdorim të një mjeti prerëstik në këtë rast, që ishte edhe fakti që ka ndodhur një plagosje e lehtë. Si është informacioni i shpërndar nga policia me të dhëna që ka arritur të grumbulloshti në vendin e ngjarjes, dhe pse policia është duke tentuar për ta fshehur këtë ngjarje ose dinamikën e saj në tërësi se si ka ndodhur? Pak minuta më parë, pas të mbërrinë e vendin e ngjarjes, kam komunikuar zyrtarisht me policinë e Durrësit, ku kanë konfirmuar që nuk janë përdorur mjete të ftohta pra tip thik dhe nuk ka pasur të lënduar nga ky sherr pikërisht i ndodhur në shkollën në Shënavlash, ku në menjëherë në mbërritjen e vendin e ngjarjes kemi parë prova nga afër ku ka pas shenja gjaku në dysheme, por dhe në mur të kësaj shkolle, sipas videove që kemi faktuar nga ky sherr masiv i ndodhur dhe nga komunikimi që kemi pasur dhe me nxënës të kësaj shkolle. Në fakt nuk dihet arsyeja pse policia ka tentuar të fshehë këtë sherr të ndodhur pikërisht ditën e sotme rreth orës 9:30 në shkollën 9-vjeçare Besnik Hidri, ndërkohë që sipas atyre informacioneve që zotrojmë deri më tani, theksojmë në fakt që nga ky sherr masiv ka qenë të përfshirë disa persona, ku për shkak të ndihmës së shpejtë që ka ndërhyrë roja e kësaj shkolle nuk ka lejuar që të agravojë sherri masiv, ku ka qenë të përfshirë disa nxënës të disa klasave pikërisht ditën e sotme në këtë obor të kësaj shkolle. E qartë. Albana, ne së bashku kemi raportuar disa herë ngjarje të konflikteve të miturve apo të adoleshentëve në shkollat të ndryshme të qytetit të Durrësit, konkretisht kjo shkollë për cilën ne po flasim. A ka prodhuar më parë ngjarje të tilla? Pra kemi të bëjmë me një brez dhe themi problematik në këtë rast, cilët janë të përfshirë në ngjarje të tilla dhe të shpeshta? Në fakt, kjo shkollë është një shkolla që se mbledh disa nxënës të disa zonave rrethfinave pikërisht të zonës së Shënavlashit, pra mbledh zonën e Mirditës, lagjes Mirdita, sektori Nis, por Shënavlashit në qendër dhe familje pikërisht që i prek zona e Nishtullës, që vazhdojnë mësimin në këtë shkollë. Nuk është në fakt një shkollë problematike në këtë pikërisht në këtë zonë Shënavlash, ndërkohë mund të themi është sherri i parë i ndodhur kaq i madh në këtë shkollë, nga komunikimi që kemi pasur dhe nga njohja nga afër kësaj zone në Shënavlash. E qartë. Mirë, të falenderoj shumë Albana për gjitha këto informacione, nëse do të kemi të tjera zhvillime do të komunikojmë më tej. Të falenderoj.
Okej, në këtë çaste ne do të ndalemi pak tek ajo çfarë ka ndodhur tashmë në lidhje me këtë ngjarje në qytetin e Durrësit, konkretisht në zonën e Shënavllashit. Është një ngjarje e cila në fakt shpeshherë